Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq shtetasin AM, me detyrë punonjës policie i akuzuar për veprën penale të përndjekjes. Sipas organit të akuzës, hetimet mbi procedimin penal të vitit 2025 provuan se ndaj ish-partneres së tij shtetases LC ai ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme presion psikologjik dhe ngacmime përmes telefonatave dhe kontakteve fizike. Dy personat kishin qenë në një lidhje prej 17 vitesh dhe ishin ndarë në vitin 2024. Kallëzimi është bërë më 10 shkurt 2025, ndërsa sipas prokurorit, veprimet e përsëritura të pandehurit i kanë shkaktuar gruas gjendje të rënduar ankthi dhe frike për sigurinë e saj personale. Mësohet se kallëzuesja kishte paraqitur edhe më herët denoncime në prokuroritë e Fierit dhe Durrësit lidhur me sjelljen e ish-partnerit. Në përfundim të hetimeve, prokuroria arriti në përfundimin se ekzistojnë prova të mjaftueshme për veprën penale përndjekja të parashikuar nga Kodi Penal. Organi i akuzës thekson se do të vijojë angazhimin për hetimin dhe ndëshkimin e çdo rasti që cënon sigurinë, lirinë morale dhe jetën normale të qytetarëve.